Këshilli Bashkiak Mat ka zhvilluar këtë të premte mbledhjen e radhës për muajin shkurt, ku në rendin e ditës ishin parashikuar të shqyrtoheshin 6 pika. Pika 1. Miratimin e rendit të ditës. Pika 2. Shqyrtim dhe miratimi fondi 6% të ndihmës ekonomike muaj janar 2026. Pika 3. Shqyrtim dhe miratim liste 6 familjeve përfitueset e programi social Banesa me Qera, njësi administrative Burrel. Pika 4. Shqyrtim dhe miratimi një shtese në buxhetin e vitit 2026. Pika 5. Shqyrtim dhe miratimi rregullores të brendshme për përcaktimin e strukturave përgjegjëse dhe procedurave për matjen e raportimin e performancës në bashki. Pika 6. Raport monitorim i buxhetit të Bashkisë Mat për 12 mujorin e vitit 2025. Pasi e miratoi në parim rendin e ditës, Këshilli nisi shqyrtimin e pikave 1 nga 1. Kështu këshilltarët miratuan projekt vendimin e fondit 6% të ndihmës ekonomike për muajin janar, pas relatimit të zyrës së shërbimit social dhe komisionit përkatës. Në pikën e radhës, këshilltarët e pranishëm në këtë mbledhje diskutuan dhe miratuan projekt vendimin e listës së 6 familjeve përfituese tek programi social Banesa me Qera, njësi administrative Burrel. Në pikën e 4, këshilltarët u njohën me projekt vendimin e një shtese në buxhetin e vitit 2026. Drejtoria e Financës raportoi se këto fonde janë të trashëguara nga buxheti i vitit të kaluar. Pas diskutimeve, edhe kjo pikë e rendit të ditës u miratua me shumicën e nevojshme të votave të anëtarëve të pranishëm në këtë mbledhje. Në pikën e 5, Këshilli miratoi rregulloren e brendshme për përcaktimin e strukturave përgjegjëse dhe procedurave për matjen e raportimin e performancës në bashki. Ndërsa në pikën e 6, Këshilli u njoh me raportin e monitorimit të buxhetit të Bashkisë Mat për 12 mujorin e vitit 2025.